Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi sërish në studio me një mbas hapësirës së parë muzikore që startonte programi në ditën e sotme dhe në këto momente na është bashkuar e ftuara për sot Grisilda Yskolli, koordinatore pranë qendrës komunitare në Maliq. Grisilda, kënaqësi të jemi së bashku në ditën e sotme. Të falenderoj që je bërë pjesë e programit. Të falenderoj për ftesën, është gjithmonë kënaqësi që të jem prezente në emisionin tuaj dhe të flasim për tema ose diskutime të ndryshme. Më vjen mirë që qendra juaj është gjithmonë edhe më tepër aktive dhe në kuadër të ditëve botërore, sikurse ishte dita e premte, dita botërore e sindromës Down, ku ju keni zhvilluar edhe një aktivitet veçantë për cilin ne do të flasim në puntatën e ditës së sotme, por më trego pak si ka qenë kjo kohë për qendrën komunitare në Maliq, cilat kanë qenë disa nga aktivitetet që keni zhvilluar deri më tani. Duke qenë se herët e fundit që kemi folur, frekuentimi ka qenë më I pakët, por meritjen e diagnostikimit edhe shtimin, ndërgjegjësimin e komunitetit aktualisht në qendër janë diku te 38 fëmijë, të cilët frekuentojnë qendrën, po ashtu kemi edhe një listë pritje prej 2-3 fëmijësh në momentin që do plotësojnë dokumentacionin, do paraqiten në qendër dhe do regjistrohen. Kjo tregon që vazhdon të rritet numri I fëmijëve që kanë nevojë për shërbimin e qendrës. Po, domethënë është rritur më shumë diagnostikimi, ndërgjegjësimi I komunitetit, kryesisht diagnostikohen tashmë në moshë më të hershme, kryesisht mosha 2, 3, 4, 5 vjeç. Kjo ka bërë që numri I fëmijëve në qendrën komunitare të shtohet. Çfarë ku janë fokusuar aktivitetet kryesore që keni zhvilluar deri më tani, sepse ka disa kohë që ne nuk kemi zhvilluar një bisedë në studio. Po, gjithmonë në fillim të vitit, në janar, ne bëjmë një listë aktiviteteve që do zhvillojmë në qendër, duke specifikuar data të rëndësishme që janë të rëndësishme për qendrën, pra sindroma Down, autizmi, festa të ndryshme, po ashtu edhe tema specifike që I trajtojmë që janë ndërgjegjësuese për komunitetin. Në janar ne kemi zhvilluar një aktivitet me fëmijët e qendrës që quhet guzhinierët e vegjël. Pra fëmijët me njëri tjetrin kanë gatuar gjëra simbolike, kryesisht petulla, ndonjë kek. Dhe janë angazhuar, janë ndërvepruar me njëri tjetrin, kanë bashkëpunuar, kryesisht me ndihmën tonë. Ndërsa në periudhën e shkurtit ne kemi organizuar takime me prindrit në kuadër të 3 mujorit. I informojmë mbi zhvillimin që kanë pasur fëmijët, progresin, po ashtu edhe pikat me cilën ne do punojmë në 3 mujorin në vazhdim. Ndërsa periudha e marsit ka qenë pak më e ngarkuar se kemi pasur goxha festa. Ka qenë 7-8 marsi, që është dita e nanës, ne kemi shpërndar kartolina dhe lule me fëmijët e qendrës, kryesisht zonjave të komunitetit. Po ashtu për 14 marsin kemi bërë një video mesazh I cili përcjell punimet që janë realizuar nga fëmijët në kuadër të ditës së verës, pra kryesisht fenomenet që ndodhin në natyrë, ndryshimet, po për t'i parë më nga afër. Dhe aktualisht në 21 mars që organizuam aktivitetin në kuadër të sindromës Down. Për cilin ne do të flasim më gjatë edhe në puntatën e ditës së sotme, prandaj më trego pak si ka qenë ky aktivitet, si është pritur mbi të gjitha aktiviteti nga fëmijët, nga prindrit, por edhe nga komuniteti. Domethënë, zakonisht aktivitetet kur organizohen, fillimisht lajmërohen familjarët në lidhje me aktivitetin që do zhvillohet dhe janë gjithmonë bashkëpunues, mikpritës në mënyrë që fëmijët e tyre të ndërgjegjësohen, të aktivizohen dhe të ndërveprojnë me elemente të tjerë të shoqërisë, kryesisht me nxënës që janë të moshave pak më të mëdha që do I ndihmojnë gjatë aktivitetit. Po ashtu fëmijët kanë qenë shumë bashkëpunues, edhe nxënësit e gjimnazit, po edhe fëmijët e qendrës tonë, të cilët kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin për të realizuar punime të vogla, ngjyrosje, prirje me gërshar, për të shpërndarë mesazhe sensibilizuese në kuadër të kësaj dite. Pra, edhe nga postimi që ju keni bërë në rrjetet sociale, un kam parë që kishit të përfshirë dhe nxënës të gjimnazit apo edhe të kjo ka qenë një nismë, kjo ka qenë një nismë e gjimnazit, në gjimnazit. Një ftesë e tyre për të qenë bashkëpunues me qendrën.
Kryesisht ata janë nxënës të vitit të dytë e të tretë të gjimnazit të Maliqit, Skënderbeu. Kanë qenë bashkëpunues edhe në aktivitete të tjera. Gjithmonë janë dashamirës, janë bashkëpunues, po ashtu kemi pra një frymë shumë pozitive me fëmijët e qendrës. Janë gjithmonë të gatshëm që të bashkëpunojnë, të ndërveprojnë me fëmijët. Cilat janë ndoshta ato emocione për jetimet e tyre, sepse ndoshta mund të marrin mësime të flitet kaq shumë edhe për fëmijët me sindromun Down, por në momentin që kanë kontakt të drejt për drejt me ta, si është bashkëpunimi midis tyre, ose më mirë cilat janë ato emocionet që i shoqërojnë edhe kur ikin nga qendra juaj? Po, tashmë duke qenë se bota e informacionit është zgjeruar, po ashtu tema të ndryshme janë organizuar edhe në shkollë, janë aktivizuar në aktivitete të ndryshme, kanë më shumë informacion lidhe me sindromin Down, karakteristikat që kanë këta fëmijë, vështirësitë që kanë në aspektin fizik, në aspektin intelektual dhe gjuhësor. Pra janë të gatshëm që të jenë bashkëpunues dhe nuk kanë parë ndoshta një frymë paragjykuese, absolutisht jo. Kanë parë një frymë pozitive. Kam parë që duan të bashkëpunojnë me fëmijët, të shkëmbejnë ato biseda të vogla, të komunikojnë me fëmijët e qendrës, sepse kryesisht fëmijët janë shumë të sinqertë, janë shumë të dashur edhe afro. Edhe sikurse janë fëmijët në përgjithësi. Si të gjithë fëmijët normalisht janë totalisht të sinqertë në biseda të vogla, me mundësitë që kanë normalisht, dhe kam parë që janë shumë të prirur për t'i ndihmuar, qoftë edhe me gjëra shumë të vogla, sepse mbajtja e dorës, vizatimi një figure, shkrimi i një mesazhi të vogël. Këto janë gjëra shumë të rëndësishme që i ndihmojnë fëmijët e qendrës tonë. Qoftë edhe shoqërimi aty, qëndrimi pranë, janë element që duket që edhe koha që kalojnë me njëri tjetrin. Edhe koha që kalojnë, sepse është diku te një orë gjysmë, dhe duket që kanë dëshirë që të marrin pjesë edhe në aktivitete të tjera, sepse kur largohen nga qendra kanë një frymë pozitive, kanë një buzëqeshje në fytyrë. Kjo tregon që janë të gatshëm që të ndihmojnë këta fëmijë kryesisht në vështirësitë që ata shfaqin. Nuk e di nëse ka pasur në një moment veçantë nga ky event që ti dëshiron ta ndash me ne dhe ta prezantosh më me detaje për dëgjuesit. Po, komplet aktiviteti është i veçantë, sepse një orë gjysmë që kalojnë, ata qëndrojnë me fëmijët e qendrës, domethënë është profili i tillë që ata ulen bashkë me fëmijët e qendrës tonë në tavolinë dhe i ndihmojnë, mund të skicojnë diçka të vogël në kuadër të temës që ne po trajtojmë, mund t'i ndihmojnë të ngjyrosin, mund t'i ndihmojnë të presin një figurë që ta ngjisin, pra komunikojnë me njëri tjetrin, pra i pyesin si kanë kaluar, për emër ose për situata të ndryshme që ndodhin në jetën e përditshme. Pra krijojnë një lidhje komunikimi me fëmijët e qendrës. Po ashtu edhe fëmijët marrin një frymë pozitive, sepse gjithmonë janë të gatshëm të bashkëpunojnë me fytyra të reja, sidomos me nxënës që nuk është se janë shumë bashkëpunues dhe nuk janë paragjykues. Si është pritur qoftë ky aktivitet, por ndoshta edhe aktivitete të të njëjtit lloj edhe nga familjet e prindrit e këtyre fëmijëve? Familjarët kryesisht piksunimin e tyre kanë gjithëpërfshirjen. Domethënë kjo është thelbi kryesor në të cilën ata fokusohen. Gjithëpërfshirja që ta kenë jo vetëm në ambientin e shkollës, por në komunitet, po ashtu edhe në qendër, sepse duke u gjithëpërfshirë me fëmijët e tjerë, ata do ndihen njësoj, pra nuk do ndihen të përjashtuar, pra nuk do ulen në një tavolinë në cep, por do jenë bashkë me fëmijët e tjerë në një tavolinë të përbashkët. Dhe kjo ndikon patjetër në përmirësimin e gjendjes së tyre. Sepse fëmijët me sindromin Down e ndjejnë shumë këtë pjesë. Domethënë ata janë të aftë që të krijojnë marrëdhënie shoqërore me individët e tjerë. Nëse ne ja u lehtësojmë këtë aspekt, patjetër ata mund të ndërtojnë lidhje të shëndetshme shoqërore me individët e tjerë. Nëse nuk paraqikohen sigurisht nga komuniteti për shkak të edhe të aparencës fizike, të cilat janë disa karakteristika që fëmijët ndoshta nuk janë mësuar, por që vetë shoqëria duhet i mësojë, sidomos në pjesën e kopshit. Fëmijët e vegjël duhet të mësohen me këtë aspekt të fëmijëve. Domethënë me vështirësitë që kanë në aspektin fizik, po ashtu edhe në aspektin e dëgjimit apo të shikimit apo tek pjesa e të folurit. Ne do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Grisildën, e cila është koordinatore pranë qendrës komunitare në Maliq. Ajo është duke prezantuar më tepër mbi aktivitetin e datës së premte në kuadër të ditës botërore të sindromës Down, por në këtë moment shkëputemi për të ndjekur këngën Më shumë dashuri. Rikthehemi vetëm pas pak. Më shumë dashuri
Më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të t'adhuroj me gjithë zemrën time. Do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të t'adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të t'adhuroj me gjithë zemrën time. Do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të t'adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti. Do të t'adhuroj me gjithë zemrën time. Do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të t'adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti. Më shumë dashuri është kënga që sapo kemi ndjekur, rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën me Grisildën në ditën e sotme. Grisilda, dua të të pyes se si ndihmon qendra juaj, qendra komunitare në Maliq, në edukimin, por dhe në përfshirjen sociale të fëmijëve me sindromën Down, duke qenë se jemi duke prezantuar këtë aktivitet. Atëherë të bëjmë një historik të shkurtër, duke qenë se qendra ka 5 vjet që funksionon, edhe profili i qendrës në fillim ka qenë të shpërndaj tema informuese në shkolla, në kopshte, por edhe qoftë në komunitet. Pra fillimisht ne kemi organizuar takime, të cilat informojnë mbi sindromën Down. Do të thënë çfarë është sindroma Down, në cilat janë vështirësitë që kanë fëmijët, cilat janë pikat që prek kjo sindrom, do të thënë pjesa e fizikut, pjesa e intelektit, qoftë edhe pjesa gjuhësore. Pra, në qoftë se shkollat, kopshtet, qoftë edhe komuniteti njeh këto pika të fëmijëve, vështirësitë, normalisht integrimi i tyre në shoqëri do jetë më i lehtë, patjetër. sepse cilat janë sfidat që asin ata në jetën e përditshme, qoftë edhe te aspekti i dëgjimit, qoftë edhe te aspekti i shikimit, sepse në disa raste, do të thënë në pjesën më të madhe të rasteve, mund të kenë probleme të shikimit, të dëgjimit, qoftë edhe të motorikës globale. Pra duhet bërë një përshtatje e totalisht e ambienteve që t'i vinë në ndihmë fëmijëve. Do të thënë që asimilimi i informacionit që marrin këta fëmijë të jetë më i lehtësuar. Kjo ka qenë faza e parë. Pastaj faza e dytë është ne në qendrën tonë kemi një fëmijë me sindromën Down, nuk është se kemi shumë fëmijë, por një fëmijë normalisht që duhet
duhet punuar që ky fëmijë të jetë i përfshirë në të gjitha ambientet ku ai është. Kur ka ardhur në qendër fillimisht ka qenë në periudhën e kopshit, i cili haste vështirësi në ambientin e kopshit për shkak të edhe të diskriminimit që bënin fëmijët e tjerë, sepse nuk e njihnin tamam. Është ajo që ti the edhe më herët. Prandaj edhe fëmijët duhet të informohen për shembull për shokun që kanë përbri, që mos e mënjanojnë, ta afrojnë me njëri tjetrin, edhe ti flasin pak më ndryshe sepse ai mund ta ndjejë që dikush po e bullizon ose dikush po e mënjanon. Patjetër ndjeshmëritë i kanë njësoj si gjithë. Po, sepse shumë shpeshherë ne e kemi hasur nga fëmia i qendrës tonë që ai ndihet pak i mënjanuar në ambientin e kopshit ose të shkollës. Prandaj kjo ka qenë nisma e dytë. Nisma e dytë ka qenë që këta fëmijë të përfshijnë në aktivitete me fëmijët e tjerë. Domethënë ata të ndihen që po bashkëpunojnë, që po komunikojnë me shokët dhe shoqet. Kjo ka qenë edhe normalisht dhe puna e kopsheve, të cilat kanë bërë të mundur që fëmia të integrohet më shpejt në ambientin e kopshit, qoftë edhe tani që ka filluar klasën e parë. I është lehtësuar kjo procedurë, i është lehtësuar pjesa e aktivitetit fizik, do më thënë se shfaqin një lloj problematike kryesisht në ngjitje, në zbritjen e shkallëve, në qëndrimin ulur, te pjesa e motorikës fine, do më thënë në momentin që do filloj të shkruaj ose do filloj të pres, ka më shumë nevojë në krahasim me fëmijët e tjerë. Qoftë edhe të aspekti të folurit, sepse duhet folur në një gjuhë pak më ndryshe, ose te pjesa kur ne duam të mësojmë diçka, duhet jetë vizualisht më e dukshme në krahasim me materialet e tjera që ju paraqiten fëmijëve të tjerë. Do të thënë është dy faza. Informim dhe pastaj bashkëpunime dhe normalisht edhe aktivitete që përfshihen këta fëmijë. Që gjithçka që është bërë në kuadër të informacionit të vihet më pas edhe në zbatim. Po. Cilat janë disa nga sfidat kryesore që asin këta fëmijë, por dhe familjarët e tyre? Le të mos harrojmë që familjet e fëmijëve në këtë rast me sindromën Down, por edhe me sindroma të tjera janë totalisht të përfshirë në gjithçka që fëmijët bëjnë. Po, sepse janë 24 orë me fëmijët e tyre dhe ata e kanë peshën më të madhe dhe ndjejnë më shumë këtë pjesën e paraqykimit nga komuniteti. Pavarësisht se tani kohëve të fundit është ndërgjegjësuar komuniteti, është më pranues, është më bashkëpunues dhe sfidat më të mëdha janë hasur në integrimin e tyre në kopshe, në shkolla, pra si do i lehtësojmë këto sfida që kanë fëmijët, pra si do i ndihmojmë ne që sjelljet caktuara që shfaqin fëmijët ja u reduktojmë dhe t'i zvendësojmë me sjellje pozitive, sepse është shumë e rëndësishme që sepse fëmijët me sindromën Down janë shumë të dashur, por kjo dashuri e tyre duhet përdoret në të mirë të tyre. Më thënë që mos i vendosin në loj fëmijët e tjerë, por që të integrojnë, të bashkëpunojnë me fëmijët e tjerë, por që sfida më e madhe besoj është mbasi të mbarojnë sistemin arsimor, pra ku do shkojnë këta fëmijë, ku do aftësohen, sepse punësimi ose qëllimi kryesor i çdo individi është të punësohet, të aftësohet për veten e tij. Pra cilat janë ato institucione që do e ndihmojnë këtë fëmijë të integrohet, të marrë një punë, të gjej veten. Po, të gjej veten, po. Qoftë edhe një punë të thjeshtë, sepse puna e ndihmon, e motivon personin. Kjo është sfida më e madhe që hasin, vazhdimësia, pra ku do jenë këto mundësi të reja që do kenë fëmijët mbasi të mbarojnë sistemin arsimor. Kjo është dilema më e madhe që hasin. Edhe le të mos flasim më pas edhe për ato sfidat në aspektin ekonomik, sepse prindrit duhet të jenë të përkushtuar totalisht me fëmijët e tyre. Po, duke që se janë totalisht të përkushtuar, pra janë kujdestar të fëmijëve të tyre, gjendja ekonomike është më e vështirësuar në krahasim me familjet e tjera. Edhe procedurat e kempit nuk është se kanë një lehtësim shumë të madh për këta fëmijë, sepse pagesa është minimale dhe nuk është se mund t'i ndihmojë aq shumë në nevojat që ata kanë, në nevojat qoftë edhe mjekësore që ata mund të shfaqin për gjatë gjithë jetës së tyre. Nuk e di, cili do të ishte një mendim që ti ke në kuadër të asaj që shoqëria mund të bëjë për gjithë përfshirjen, por edhe mbështetjen e këtyre fëmijëve, por edhe të rriturve. Po, shoqëria, përpos se shoqëria janë të gjithë elementët, është qendra, është komuniteti, janë shkollat, qoftë edhe institucionet. Pra, të gjitha këto element duhet të nxjerrin politika të caktuara që të ndihmojnë këta fëmijët. Pra qendra do mundohet që t'i aftësoj fëmijët, qoftë në aspektin fizik, intelektual dhe gjuhësor. Familja do lartësoj sfidat që hasin në jetën e përditshme, shkolla do i mundsoj që të aftësohen dhe të marrin njohuritë bazike, qoftë edhe njohuri më të zhvilluar në varësi të nivelit që ka fëmia, dhe pastaj institucionet të nxjerrin politika të caktuara, të cilat do i ndihmojnë fëmijët. Pra politika duhet të jenë ligje specifike për punësimin e tyre,
Për shembull çdo kompani ose çdo institucion Çdo biznes. çdo biznes duhet të ketë një fëmijë me sindromën Down në një sektor të caktuar, por që ti mundsohet kjo gjë. Duke e ndihmuar, pa duhet të kenë kurse profesionale të cilat i ndihmojnë fëmijët të rriturit në këtë rast, që të angazhohen dhe të fitojnë aftësi që të punësohen, të integrohen me individet e tjerë, po. Dhe janë gjithë këta aktorë që ti përmendet, të cilët patjetër duhet bashkëveprojnë me njëri tjetrin në mënyrë që të lehtësojnë gjithë ato vështirësi dhe sfida të fëmijëve, por më pas edhe të atyre personave që janë të rritur për të përshtatur në shoqëri dhe për gjetur veten në një profesion caktuar apo atje ku ata e kanë mundësinë për të dhënë më të mirën. Kanë talente të caktuara, pra këto talente të zhvillohen, të kenë kurse specifike që t'i ndihmojnë, sepse qendra nuk është se ka profesionist në këtë aspekt në kuadër të talenteve. Qendra i aftëson, por që talentet normalisht zhvillohen nga profesionistë të tjerë. Pra duhet ketë institucione të tjera të cilat do i aftësojnë në talentet që ata kanë dhe t'i zhvillojnë këto talente, sepse dikush mund të ketë talent në kuzhinë, dikush në procesin e pastrimit, pra gjitha këto janë elementë që fëmia mund t'i zhvillojë. Sepse duke u fokusuar tek një pikë, është shumë e rëndësishme pastaj zhvillimi të ajo pike caktuar ose të ai aftësi që ka fëmia. Dhe mbështetja që duhet të japin të gjitha ato aktorë që ne përmendëm së bashku. Do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore, vjen kënga Dashuria e Perëndis nga Gloria Nure, rikthehemi vetëm pas pak me Grisildën në studio për të ndalur edhe tek diçka e fundit. Dashuria e Perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes Spirit të Tij për të na çuar në liri. Zemra po të hap, dashuria e Tij do të vi, dhe shpejt jeta ime do jetë e Tij. Dorën unë t'i zgjas atij, haj më merr me dëmshuri, dashuria e Tij nuk ka kufi. Dashuria e Perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes Spirit të Tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuria e Tij do të vi, dhe shpejt jeta ime do jetë e Tij. Dorën unë t'i zgjas atij, haj më merr me dëmshuri, dashuria e Tij nuk ka kufi. Dashuria e Tij nuk ka kufi. Rikthehemi sërish në studio për të ndalur sërish tek tema që jemi duke diskutuar me Grisildën në ditën e sotme, në kuadër të asaj që Qendra Komunitare në Mali që ofron për fëmijët me sindromën Down, por ju keni patjetër fëmijë të cilët janë me autizëm, ndoshta edhe fëmijë të kategorive të tjera, të cilat ti edhe mund t'i prezantosh pak më vonë, por do doja të dija cila është një gjë që ndoshta shumica e njerëzve nuk e din për sindromën Down, por që patjetër duhet ta dinë.
Në fakt për sindromën Down ekzistojnë shumë mite, por që në fakt nuk janë të vërteta. Një prej tyre është që sindroma Down është sëmundje. Në fakt sindroma Down nuk është sëmundje, është gjendje gjenetike. Do të thotë që këta individ në qelizat atyre kanë 47 kromozome, ndërsa individët normal që nuk kanë sindromën Down kanë 46 kromozome. Pra kjo do të thotë që sindroma Down nuk kurohet, por që kurohen sjellje të caktuara ose gjendje shëndetësore që shfaqen gjatë jetës së tyre. Pa ashtu ekziston ideja që individët me sindromën Down nuk mund të krijojnë lidhje të shëndetshme. Kjo është e gabuar, sepse individët me sindromën Down mund të krijojnë lidhje të shëndetshme, qoftë shoqërore, qoftë edhe romantike. Romantike mund të themi që një kategori e tyre kur ka një nivel intelektual më të zhvilluar. Pra mund të krijojnë marrëdhënie romantike, po ashtu mund të shkojnë deri në finalizimin në martesë, qoftë edhe trashëgimi. Megjithëse në shumë raste nuk këshillohet shumë sepse probabiliteti që të lindë një fëmijë me sindromën Down është shumë i madh, është diku te 50%. Prandaj nuk këshillohen shumë që mund të krijojnë lidhje martesore si gjithë individët e tjerë, por trashëgimia është pak më e vështirë në këta individ. Po ashtu individët me sindromën Down kanë shumë aftësi të tjera, të cilat nuk i kanë fëmijët e tjerë, për shembull tek aspekti shoqëror, domethënë janë më të afruar te pjesa e dashurisë, kanë më shumë nevojë për dashuri në krahasim me individët e tjerë. Duket se japin shumë dashurinë, janë shumë të afruar me të tjerët, janë shumë të gatshëm për të dhënë një përqafim. Kjo në disa raste mund të përdoret edhe si lojë nga shoqëria për individ të cilat nuk janë shumë të ndërgjegjësuar, ndërsa për individet që janë të informuar, patjetër që këta anë pozitive të tyre e ndihmojnë, e zhvillojnë më shumë patjetër, po. Këto janë kryesisht ato gjëra që ekzistojnë më shumë për sindromën Down, por që në fakt nuk janë të vërteta. Grisilda, aktiviteti i ditës së premte ka qenë një ndër aktivitetet që ju keni zhvilluar, por më trego pak më shumë rreth atyre takimeve, temave apo edhe aktiviteteve që keni planifikuar të realizoni për gjatë muajve të ardhshëm. Po, ashtu siç thash, ne fokusohemi në data specifike të cilat kanë rëndësi për qendrën, kryesisht tek sindroma Down, te autizmi. Në muajin e prillit ne kemi datën 2, që është 2 prilli, që është dita ndërkombëtare e individëve me autizëm, me çrregullimin e spektrit të autizmit. Ne gjithmonë kemi bërë aktivitete në kuadër të kësaj dite, mund të bëjmë tema të cilat janë ndërgjegjësuese, mund të bëjmë aktivitete bashkë me nxënës të tjerë të cilat bëjmë punime në kuadër të kësaj dite. Pa ashtu në prill kemi datën 22, e cila është dita ndërkombëtare e tokës. Në 2 vitet e fundit tashmë e kemi si traditë që bashkë me fëmijët e qendrës ne mbjellim lulet e kopshtit të qendrës. Pra është një kopsht i vogël dhe ne fëmijët i angazhojmë të mbjellin lulet, ta duan natyrën, të bashkëpunojmë me natyrën dhe të jenë më të dhënë mbas saj. Në periudhën e majit kemi menduar që të bëjmë takime 3 mujore me prindrit, duke qenë se i bërëm në fillim të shkurtit, tashmë është koha që t'i bëjmë në maj që t'i japim rezultatet e 3 mujorit. Dhe normalisht të caktojmë ato pika që i kemi në vazhdimsi. Po ashtu gjatë takimeve me prindrit ne marrim edhe informacione më të zgjeruara në lidhje me sjelljet që ata shfaqin në ambientin e shtëpisë. Po, sepse në ambientin e shtëpisë mund të shfaqin sjellje të tjera të cilat nuk i shfaqin në qendër, sepse në ambientin e shtëpisë janë më gjatë, fëmijët, prindrit janë pak më tolerant për shkak të dashurisë që kanë ndaj fëmijëve. Si çdo prind kundrejt fëmijës. Si çdo prindve të cilat i lejojnë tekat pak më shumë. Ndërsa në periudhën e qershorit ne kemi një qershorin, që është fest normalisht, tek këta fëmijë normalisht do organizojmë një fest. Pastaj në vazhdimsi është periudha e pushimeve më shumë, të cilat vazhdojmë në shtator me aktivitetet e tjera. Çfarë fëmijësh keni më tepër, me cilat problematika pjesë të qendrës suaj? Siç tash të cilat trajtohen nga psikolog, nga specialistë të tjerë. Po, siç tash më lart, aktualisht në qendër janë 39, të cilat marrin shërbim në qendër, janë nga mosha 2 vjeç deri në moshën 15 vjeç. Kriteret e qendrës janë të tillë që kryesisht nga mosha 3 deri në 16 vjeç, por ne kemi bërë lehtësime për moshat më të vogla. Fëmijët që trajtohen në qendër janë kryesisht me autizëm, pjesa më e madhe, por janë edhe me vonesa, me çrregullime komunikimi, me probleme fizike, të cilat janë pak më të rralla, por që autizmi mbi zotëron si diagnozë që trajtohet në qendrën tonë. Marrin terapi zhvillimi, marrin terapi psikosociale, marrin fizioterapi, marrin logopedi, në varësi të nevojave dhe vështirësive që ka fëmia. Duke qenë se jemi në fund të bisedës sonë në studio, cili do të ishte një mesazh që ti ke për gjithë ata që janë duke na ndjekur në kuadër të temës që ne trajtuam? Gjithmonë këto mesazhe janë shumë të rëndësishme për shoqërinë. Duhet të ndihmojmë të gjithë individët që janë me probleme
qoftë me aftësinë e kufisuar, qoftë edhe kanë probleme fizike, pra t'ja u lehtësojnë sfidat që kanë në jetën e përditshme, ti jemi më bashkëpunues me ta, ti jemi më të prirur që t'i përfshijmë në shoqëri dhe normalisht mos i paragjykojmë. Pra individët t'i lehtësojnë sfidat që kanë në jetën e përditshme në mënyrë që t'i integrohen më kollaj dhe të jenë pjesë e shoqërisë si çdo individ tjetër, të cilën e kanë të drejtë bazike si çdo individ. Grisilda, të falenderoj që ishe pjesë e programit në ditën e sotme. Ju përgëzoj për punën tuaj të vazhdueshme pranë qendrës komunitare në Maliq dhe ishte kënaqësi të ishim bashkë sot. Shumë faleminderit. Shumë suksese në gjithçka që ju dëshironi të realizoni. Dhe ne në këto momente shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Vjen Isli Islami me këngën Un kam një mik. Rikthehemi vetëm pas pak në Music Plus për të ndalur së bashku tek diçka tjetër. Un kam një mik,